Komisioni Ankimeve dhe Sanksioneve në KQZ rrëzoi të premten kërkesat për rinumërim të votave për 4 kandidatë të PD-s, konkretisht Ilir Ali Mehmeti, Mimoza Hajdarmataj, Lisandër Hoxha dhe Aulon Kalaja. Sali Berisha tha se vendimi ka qenë i drejtë, pasi ligji elektoral ja ka hequr të drejtën kandidatëve të paraqesin ankesa të kësaj natyre. Ai tha se fillimisht do të kërkohet nga partia shpallja e pavlefshme e zgjedhjeve dhe më pas do të vijohet me kërkesat e kandidatëve. Është zhurmë për asgjë. Pse? Ja u shpjegoj unë. Në vitin 2019, një ndryshim i kodit zgjedhor, por e vërteta, ta themi atë që është i mbështetur nga Komisioni Venecias dhe Odiri, ka heqë të drejtën e kandidatëve si të tillë të paraqesin ankesa të kësaj natyre. Nuk ekziston ajo e drejtë nga 2019 e këtej për kandidatin. Komisioni Venecias, Odiri dhe Kodi Ynë këtë të drejtë ja u njohin subjekteve politike. Mbasi përfaqësuesit tanë ja u kanë bërë të qartë dhe interpretimin e thirrjes time që duhet t'i bëjnë nëpërmjet partisë, por brenda platformës së miratuar nga partia, në ç'kuptim. Në qoftë se partia ka kërkuar paligjshmërinë e zgjedhjeve, e para kërkesë që shqyrtohet është paligjshmëria. Pas kësaj, partia merr dhe paraqet një nga një kërkesat e kandidatëve. Përfaqësuesit tanë në KAS kanë zbatur ligjin. Ata nuk mund të votonin për një akt që është hequr me ligj. Berisha u pyet edhe për aleatin e tij në këto zgjedhje Ilir Metën, i cili është shprehur se në zgjedhjet vendore të 2027-s do të garojë vetëm me siglën e Partisë së Lirisë. Meta është një burgosur politik për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë madhështore, ai është një burgosur politik. Kjo është mendimi ynë. Pastaj, për zgjedhjet tjera, çdo forcë politike bën zgjedhjen e vet. Kjo aleancë vetë kuptohet që është një aleancë ishte për këto zgjedhje. Për këto zgjedhje. Berisha konfirmoi se koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore ishte aleancë vetëm për zgjedhjet e 11 majit.